luftës, por i hapim atë që ishte hapur para fillimit të saj. Pra, aja vlende bara që i rrahen gjithë luftë. Dhe bazat amerikane që ndronin në vendet e gjirit në këmbë të paprekura, ndërkohë që sot janë të goditura rënd nga raketat iraniane. Dhe nuk e dim se në çfarë shkallë do rikthehen, ose do rikthehen më aty ku ishin ato shtete ku janë. Sepse kjo është pjesë e bisedimeve, kam përshtypjen, është pjesë e bisedimeve për paqen finale. Mendon se do të arrihet një marrëveshje kondi, sepse sigurisht ne nuk është se jemi në pikën finale tani, kemi thjesht një shtyrje afati me 2 javë dhe sigurisht që presim se çfarë do ndodh me bisedimet dhe sa të suksesshme do të jenë ato në fund. Janë 2 plane në tryezë. Është një plan amerikan me 15 pika nëse nuk gaboj, dhe një plan iranian me 10 pika ose më sjellte. Nuk mbaj mend se kush kishte kë. Por që janë 2 plane. Irani e ka planin 10 pikësh të paktën sipas referimeve të fundit. Janë më pak kërkues. Shtetet e Bashkuara kërkojnë maksimumin e mundshëm. Trump tha që mund të negociohet mbi to, kështu që do të thotë që një pjesë po themi. Po, se për ndryshe tha Trumpi nuk do të ishte ulur as bisedime nëse nuk ishin të pranueshme, sidomos menaxhimi, mbajtja në kujdes e uraniumit pasuruar. Tani, se çfarë do të bien dakord? Pra, do të bien dakord që Irani të heqë përfundimisht dorë nga energjia bërthamore dhe për qëllime civile, kjo mbetet për të parë. Nëse duan që Irani të heqë dorë nga arma bërthamore, Irani kishte hequr dorë nga arma bërthamore, kishte hyrë në bisedime me vendet e Bashkimit Evropian, me Shtetet e Bashkuara, Kinën dhe Rusinë, të cilët nëpërmjet entitetit ndërkombëtar të energjisë bërthamore kontrollon dhe bën spektrime të rregullta. Dhe këto raporte nuk nxorën asnjëherë që Irani ishte në atë shkallë për të dhënë një bombë bërthamore deri në kohën kur sulmua për herën e parë në luftën e 12 ditëve në qershor 2025-s. Pra, mbetet për të parë. Ndërkohë që Irani duket se ka rrjetur dhe informacioni 10 pikëshit Iranit që kërkon garanci, pra kërkon dhe largimin e bazave amerikane nga gjiri persik, që patjetër amerikanët nuk mendojnë se do ta pranojnë. Kurse Irani nuk mund të pranojë që të heqë tërësisht dorë nga kapacitetet raketore që janë deterrente e tij vetëm për mbrojtje. Pra, nëse heq dorë nga energjia bërthamore qoftë për qëllime civile, heq dorë dhe nga kapacitetet raketave, qoftë në prodhim, qoftë në lëshimin e tyre, që është vetëm mbrojtje që Irani ka si deterrent për të mos rrënuar totalisht, më shumë se sa të rrënuar, atëherë duhet parë se çfarë do pranohet. Kam përshtypjen ne dim që mjafton vetëm 1 pikë